Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti paralajmëron nisma për të paditur në gjykatën ndërkombëtare të Hakës ushtrinë çlirimtare kombëtare. Në intervistë televizive ai paralajmëroi se rihapja e çështjeve të mbyllura më shumë se 20 vite më parë rrezikon të shkaktojë më shumë dhimbje pasi preken plagët e vjetra të shoqërisë. Ka iniciativë në gjykatën kushtetuese për të hapur çështjet e tribunalit të Hagës për të paditur ushtria çlirimtare kombëtare në tribunalin ndërkombëtar të Hagës për krime lufte dhe tek e fundit, jo që mua më frigon, por të hapish plagë të vjetra, dhimbja është më e madhe se sa kur hapet një plagë e re. Duke u ndalur tek zbatimi i marrëveshjes së Orit, Ahmeti tha se partitë shqiptare kanë mbajtur peshën kryesore në avancimin dhe promovimin e saj. Në të njëjtën kohë ai kritikoi subjektet politike maqedonase duke vlerësuar se nuk janë angazhuar mjaftueshëm për t'u shpjeguar qytetarëve maqedonas rëndësinë e kësaj marrëveshje. Unë kam thënë edhe partive politike maqedone që pak janë duke punuar në afirmimin dhe shpjegimin që duhet të bëhet komunitetit Maqedonas sa i takon marrëveshjes së Ohrit, sepse maqedonat kanë një bindje që shteti po u ikën dhe se shtetin sipas marrëveshjes së Ohrit, nëse zbatohet si tërësi e humbasin shtetin maqedonët. Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë arritur një marrëveshje për aktivitetet që lidhen me ndërtimin e tunelit e korridor ndërkufitar në korridorin 8, një projekt me rëndësi strategjike për lidhjen rajonale. Lajmin e bëri të ditur zëvendës ministre e transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri, e cila bashkëkryesoi në Sofje takimin e parë të grupit të përbashkët të punës mes dy vendeve. Sipas saj, palët do akorduan për dinamikën e aktiviteteve, detyrat konkrete të institucioneve përgjegjëse, koordinimin teknik dhe sigurimin e mbështetjes financiare me synim për shpejtimin e realizimit të projektit. Zekolli Shaqiri theksoi se tuneli e korridor ndërkufitar do të lidh rrjetet e korridore të Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, duke mundësuar transport më të shpejtë dhe më efikas të mallrave dhe udhëtarëve, si dhe duke forcuar bashkëpunim ekonomik dhe lidhshmërinë rajonale. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut refuzon sërish çdo lloj plani rezervë për të përshpejtuar integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Tim Çomoçumski rikonfirmoi se nuk pranojmë zgjidhje me çdo kusht. Sipas tij, tejkalimi i problemit bilateral është sfida kryesore, ndërsa shteti ndodhet në situatë jashtëzakonisht komplekse për shkak të vendimeve të pamenduara dhe çështjeve të pranuara nga qeveria më parshme, duke ju përgjigjur kritikave të partive opozitare për ndryshimin e pretenduar të qëndrimeve shtetërore. Mucunski jodhi poshtë këto pretendime duke cilësuar si hipokrizi dhe histeri nga ana e tyre që flisnin për europianizimin, ndërsa bllokonin ligjet e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Rajoni. Rikonfirmimi i Lumir Abdiqikut në kryet e LDK-s u përshëndet nga ushtruesi i detyrës së presidentes Albulena Haxhiu. Njëkohësisht, si kryetare e Kuvendit e Kosovës, ajo e komentoi si një zhvillim që mundson vazhdimin e takimeve ndërmjet partive për çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit. Është lajm i mirë që tashmë kemi pas një mbledhje të LDK-s dje, por lajm i mirë në kuptim që tash mund të vazhdojnë takimet. Haxhiu kërkoi angazhim maksimal dhe seriozitet nga të gjitha palët për të arritur një marrëveshje me konsensus për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së Republikës Kosovës. Të thirren dhe të mbahen dhe të ketë përpjekje maksimale seriozitet që të arrihet një marrëveshje me të cilën arrim pra të kemi një konsensus për zgjedhjen e presidentit apo presidentes së vendit. Partia Demokratike e Kosovës rikonfirmon pozitën e saj opozitare. Pas takimit me ushtruesin detyrës së presidentes, Vlora Çetako përjashtoi mundësinë e bashkëqeverisjes me lëvizjen vetëvendosje. Ne do të jemi në opozit, mirë po ashtu jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen në mënyrë që të fillojmë të adresojmë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. Kaq. Duke folur për zgjedhjen e presidentit, ajo tha se kjo çështje nuk duhet parë si një vend pune, por si një proces që ndikon drejt për drejt në vazhdimsinë e qeverisjes. Çështja e presidentit nuk është një vend pune. Zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit qeverisje 4 vjeçare. Për ne, po aq është i rëndësishëm presidenti, është raporti me SHBA-t, është gazi amerikan, është sektori privat, liria e mediave, mbrojtja e demokracisë, pra ka shumë çështje rreth së cilave ne kemi dallime të thella, dhe zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit edhe një qeverisje 4 vjeçare.
Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri pas takimit me përfaqësues të partive të tjera dhe me kryetaren e kuvendit Albulena Haxhiu kërkoi konstituim të kuvendit, përndryshe sipas tij konfirmohet synimi për shkuarin në zgjedhjet të parakohshme parlamentare. Data e seancës është saktuar me 6 gusht, një ditë para përfundimit të afatit kohor që duhet ketë një seancë brenda 30 dite. Çështja e dytë që e kam ngrit, si shqetësim, që kërkon interpretim, ka të bëjë se kur do të konstituohet kuvendi, dhe kur do të konstituohen institucionet. Kuvendi i Kosovës nuk duhet të bëjë lojna dhe ta shtyjë konstituimin e vet më larg se me datën 7 gusht. Përfaqësuesi e lëvizjes Vetëvendosje Briana Gapsi njoftoi se pas takimit me kryeparlamentaren Albulena Haxhiu ka përcaktuar hapat për konstituimin e kuvendit, ndërsa shpreu pritjen që shumë shpejt të vazhdojnë dhe bisedimet politike për formimin e institucioneve të reja. Nuk ka marrëveshje në parim, ka pas një takim të parë, i cili siç është bërë me dije dhe për publikun edhe nga ana e kryeministrit Kurti edhe nga ana e zotit Abdigjiku, ka qenë në një frymë konstruktive që ka qenë shpresdhënëse për diskutim tutje, deri më tani nuk ka asnjë dakordim për pozita të caktuara, por unë besoj që më rëndësishmja është vullneti për t'i ofruar vendit institucione dhe nëse ky vullnet politik ekziston, natyrisht do të gjendet edhe zgjidhje. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka arritur të rezistojë procesit kuvendit të jashtëzakonshëm duke u rikonfirmuar në krye të partisë. Abdigjiku i ka mbijetuar votimit ku 169 delegatë ishin kundër shkarkimit dhe 152 pro tij. Gjatë fjalimit para delegatëve, Abdigjiku ka theksuar se çdo vendim i marrë gjatë mandatit të tij ka qenë interes të partisë. Ai theksoi mes së tjerë se rrugtimi i tij në krye të partisë nuk është bërë vetëm por bashkë me strukturat dhe anëtarësinë e partisë. Abdigjiku ka udhëhequr LDK-n që nga viti 2021. Pas rikonfirmimit në krye të LDK-s, kryetari Lumir Abdigjiku ka bërë të ditur se kjo forcë politike do të rikthehet diskutimeve me lëvizjen Vetëvendosje për formimin e institucioneve të reja, pasi kuvendi i jashtëzakonshëm i partisë e rikonfirmoi në krye të drejtimit. Në konferencën për mediat pas përfundimit të kuvendit, Abdigjiku tha se deri më tani është zhvilluar vetëm një takim me përfaqësuesit e lëvizjes Vetëvendosje dhe mohoi se në këtë takim janë diskutuar ndarjet e posteve qeveritare. Sipas tij, LDK nuk do të pranojë një marrëveshje që do të jepte një partie kontrollin mbi të gjitha institucionet shtetërore të shtetit. Populli i Kosovës do të jetë sigur në DDK se DDK s'mund të pranojë asnjë marrëveshje në cilën ne nuk sigurojmë demokraci funksionale në Republikën e Kosovës, ku pozitat kryesore shtetërore nuk i takojnë një partie të vetë. Për çështje të tjera, nuk kemi folur. Lejoni që tani nga nesër të futet përpiqemi të vazhdojmë diskutimet aty ku kanë mbetur. Për këtë momenti unë heqjat çështjen e pezullimit të diskutimeve dhe LDK është i hapur diskutojë tutje për institucionet. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfia Aziri përshëndet mbarvajtjen e kongresit të jashtëzakonshëm të partisë. Pas punimeve të kuvendit të partisë ka theksuar se tashmë është mbyllur një kapitull i rëndësishëm për LDK-n. Ndërkaq që pyetur rreth bashkëqeverisjes së mundshme me lëvizjen Vetëvendosje, Aziri ka thënë se bëhet fjalë për një bashkëpunim i mbështetur në 3 parime. Parimi i parë që duhet kemi marrëveshje për të gjitha ose për asgjë, kjo është më e rëndësishme. Pika e dytë, kriteri i dytë, jo më pak e rëndësishme është agjenda shtetërore, politika sektoriale, programet qeverise, interesi i Republikës, do të më përballohet sepse Kosova ka agjendë të rëndë, tash 2 vite e gjysmë nuk është punuar këtë vend, nuk është përballuar asnjë proces, asnjë situatë dhe e treta më pak e rëndësishme i bie mandej konform këtyre 2 të parave është ndarja e përgjegjësive. Aty ku secili e merr rolin, e merr edhe përgjegjësinë dhe kjo duhet më bënë një marrëveshje e bashkëpunimi. E kundërta LDK shkon dhe shkakton procese, nuk ka opcion tjetër. Ne do të shkaktojmë andaj procese në cilën shtyjmë agjendën e Republikës. Pas përfundimit të kuvendit të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku Lumir Abdigjiku nuk u shkarkua nga pozita e kryetarit të partisë, ka reaguar deputeti zgjedhur i LDK-s Armen Zemaj. Sipas tij, procesi ishte demokratik dhe i organizuar mirë nga aspekti procedurial. Tash rezultati është ai që është, 170 delegat votuan kundër shkarkimit të zotit Lumir Abdigjikut, 5 abstenuan edhe 152 votuan për shkarkimin e zotit Lumir Abdigjiku. Ky është një rezultat me vote msheft, gjithçka ishte në aspektin procedural ishte mirë organizuar. Ky është vullneti i delegatëve pjesëmarrës i Lidhjes Demokratike të Kosovës.
u miratun edhe një deklaratë politike për neve pa nevojshme, sepse është statutare obligimet e anëtarëve të LDK-s karshi i partisë, edhe zgjerimi i Këshillit të Përgjithshëm, ndoshta për nevojat e kryetarit, po sidoqë që tjetë, ky është rezultati. E mira është që gjithçka ishte demokratike dhe partia doli e bashkuar siç po na shihni. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, pranoi se ishte ndërmbështetëse të ndryshimit në parti, por që i bindet rezultatit kongresit. Përmes një postimi, Bajrami ka shkruar se ishte në mesin 152 delegatëve që besuan se partisë i nevojitet ndryshimi, por sipas saj, 170 delegatë të tjerë kishin një qëndrim ndryshe. Në shtëpinë e demokracisë gjithmonë fiton demokracia. Urime LDK, shkruan Hykmete Bajrami. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Lirohet nga burgu ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, do të vijojë të mbetet masën e sigurisë arrest në shtëpi. Vendimi u mor nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pas shqyrtimit të kërkesës së Beqajt për shuarjen e masës arrest me burg. Argumenti i përdorur është tejkalimi i afateve të paraburgimit. Avokati i Beqajt, Ermal Lyzeiraj, tha se kërkesa ishte për shuarjen e afateve të paraburgimit, meqense gjykata më datën 27 korrik mori vendimin për kthimin mbrapsht të akteve të dosjes së prokurorisë dhe kjo i bashkon afatet e seancës paraprake tek afatet e hetimit paraprak. Për këtë arsye shuhen automatikisht për shkak se ka kaluar një periudhë goxha e gjatë afatet e paraburgimit. Vendimin e sotëm ne nuk do ta apelojmë, po edhe prokuroria nuk do ta apelojë dhe prokuroria ishte dakord për arrestin e shpejtë. Ushtria shqiptare është pajisur me 40 mjete të reja para taktike të prodhuara në Shqipëri. Prodhimi është nga Timak Defense, ku është pronar dhe shteti shqiptar. Në ceremoninë e dorëzimit, kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë si një hap të rëndësishëm për industrinë ushtarake shqiptare, duke thënë se vendi po hyn në një fazë të re të prodhimit të pajisjeve të mbrojtjes. Këto mjete janë mjetet prodhuara këtu në vend. Janë 40 mjete të prodhuara në bashkëpunim me kolos të industrisë së automotivit, të cilët i kanë besuar Timakut dhe të cilët kanë nënshkruar marrëveshje me Timakun dhe për cilët Timaku merr pjesë të caktuara dhe pastaj këtu bën të gjithë prodhimin e mjeteve. Janë mjete të cilat i vijnë në dispozicion ushtrisë shqiptare. Kryeministri njoftoi gjithashtu se aktualisht po prodhohen dhe 14 automjete të reja zjarfikse. 14 zjarfikse të reja po prodhohen sot që flasim nga Timak. 14 zjarfikse ne nuk i kemi bërë dot bashkë në 14 vjet në të njëjtën kohë. Atëherë kur e morëm Shqipërinë pas zjarfikse, ndërkohë që sot kemi një flotë zjarfiksesh jo të vogël, por krejt të pamjaftueshme. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, mbrojti marrëveshjen me Serbinë për hapjen e një konsullante të përgjithshme serbe në Shkodër në këmbim të hapjes së një konsullante shqiptare në luginën e Preshevës. Ai theksoi se veprimet konkrete do të ndërmerren vetëm pasi të ketë dakordësi të plotë mes dy palëve për të gjitha aspektet e procesit. Ministri nënvizoi se reciprociteti është një parim themelor i marrëdhënieve diplomatike dhe nuk nënkupton domosdoshmërisht barazinë objektiva apo interesa, por shërben si bazë për mirëkuptimin ndërmjet shteteve. Bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Izraeli dhe Hamasi kanë arritur një marrëveshje për fazën e dytë të luftës në ripin e Gazës, e cila parashikon çarmatimin e plotë të Hamasit dhe të gjitha grupeve të tjera të armatosura në enklavën palestineze. Përmes një postimi në platformën Truth Social, Trump e cilësoi marrëveshjen si një hap historik drejt paqes. Sipas presidentit amerikan, pas përfundimit të procesit të çarmatimit, forcat izraelite do të tërhiqen nga ripi i Gazës, ndërsa një forcë ndërkombëtare stabilizimi do të bashkëpunojë me një forcë të re policore palestineze për garantimin e sigurisë në territor, në dobi të banorëve të Gazës dhe vendeve fqinje. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.